Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë i poshtë 3 mijë Finanzave nuk e don as partia e vet. Në e që din komaran ajo punë e modha, më dëtë. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga primera politika. Miqtë e gazetës Infokus dhe televizionit Dukagjini, kam kënaqësinë që sonte në podcast të kem të ftuar një personalitet shumë të veçantë. Një emër që lidh historinë e luftës dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Agim Qekun, ushtarakun profesionist me përvojën e 2 lufta, atë në Kroaci dhe në Kosovë. Ish komandantin e shtapit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës e po ashtu kryeministrin pas çlirimit të vendit. Një rrugtim i pazakontë mes luftës, përgjegjësisë dhe pushtetit, një jetë e ndërtuar me vendime të rënda, në front e në politik. Sonte bisedë gjatë për luftën reale, komandimin, sfidat dhe pasojat që mbesin edhe atëherë kur armët heshtin. Zoti Qeku, edhe një herë, faleminderit shumë që erdhën në studiot e gazetës Infokus. Faleminderit juve për ftesën. Kam kënaqësi më të pas për herë të parë. Kënaqësia është ime. Po do me nisë të rëndomt me pjesën e femirisë, e hapa të parë prej peje e deri në Kroaci, ndoshta edhe pjesën e shkollës akademisë ushtarake. Më të kthejmë rapa në kohë pak, por... Po, faktikisht e peje, po për Qyshkut, fshatit Qyshku, në jam lindur në fshatin Qyshk, nga prind Hasan dhe Nailja, jemi 9 fëmijë, jam 5 vllazën dhe 4 motra jemi, unë jam vllavi i madh, një motrë kam më të madhe se unë. Shkollën fillore 4 vjeçare kam kryer në Qyshk, edhe në klasën e parë mësuese kam pas babin tem, ka qenë mësuesi në shkollë fshatit, edhe pastaj pejt 4 deri në 8 në shkollën në Trebović, fshatin e Trebović, ka qenë shkolla Skënderbeu. Pej klasës 8 në shkurt të vitit 75, jemi lajmëruar për të vazhduar shkollimin në gjimnazin ushtarak në Beograd. Kjo ka qenë këtë rastësi, shfarë nuk ka qenë në dëshire jemi, apo prindve të mi, kur kem qenë të mi, prind, apo dhe na vetë qa ki dëshirë të bëhesh kur rritësh. Kur përgjigja jeme s'ka qenë të bëhen e ushtarak. Po farë mësuesi, mjeku, ashtu si fëmija si flasin, po. Por një ditë në shkollën tonë erdhen disa punonjës të sekretarit mbrojtjes që ta prezantojnë mundësinë e shkollimit në shkollat ushtarake dhe na bën film ata shkollat në Beograd, shkollimi pa pare, banimi pa gratis pa pare, puna e sigurt, banesa e sigurt ku të shërbesh, benefitet shumë ta, kuptohet na kishim një gjendje ekonomike si ishim me zgjedh ku dhe shkollohem, edhe po vi për shkollë për ju kalzoj prindve, asë nuk deshin me një për këtë punë, më shku, dhe ishim me djallë tagjës, edhe me mu ishte një klasë, edhe 2-3 shokë tjera, shkojmë të lajmërohem, për lajmërohem. Edhe shku mu lajmërohem na. Pa një horin shumë pej, u lajmërohem, po na thirin atëre me na qu në testim me pranusën në Beograd. Edhe naftun me shku aty, kur shkum, ultimi pa pare, nuk jene obligative, Deja të kohën e kur në kësha dalë pej peje, mas lartë në pej, apo në bjeshk, në bjeluk të qakor, shkëshim zdo verë. Në tren kurs isha hyp, edhe pse treni ka leke për shatin tonë, a shkojmë bre, ta shkojmë, po shkojmë. Edhe shkojmë vetën ku jemi, kurreshtje, mas i vesë s'kem shpenzime, këtë për a i paguin, shkojmë rrim 3 dit atje, shkum, i bom ato testet shëndetësore, testet psikologjike, që ishe ato me plan program për testim. Edhe nuk na thanë asnjë rezultat. U kthym, na vazhdum shkollën normal. Nuk merrshim kurfar përgjigje. Pasi për shembull viti klasa 8, po na vjen një ftesë që jemi pranu edhe me shku. Prap me shumë
dhana joshse, për mes me vazhdu. Veç, ishtë ndëgju pak aty edhe në familje në rreth se po dojmë me shku në Beograd, në shkollë të ushtrisë, si threshin atër. Hajde, prapë shujke si nuk jeni mund të lëshoni, largoni kur ju dëni. Edhe në fillim të vitit. Shkumna, apet, ishim 25 shqiptarë nga gjithë Kosova, edhe disa shqiptarë të Macedonisë ishim me neve, u shpërndana për togjet ndryshme, për atër, po veç më dëgju atër, u bëhe madhe punë si shkumë, ishte vështirë shumë, edhe aspekti gjuhës, edhe i kulturët përgjithshme, shumë vështirë kishim të adaptohemi me atë rreth. Ishim vend hu, ishim vetën, se kishim kërkon afer, do më thonë, u dufke atër më utu të natën për më mrinë në Beograd, apo të kufizum, në qytet më ishe me dalë jashtë internatë kërë kemi pas, vetëm të shtu në dilë. Ma në regjim ushtarak? Regjim ushtarak, normal. Edhe fillun të largohen shumë, jo veç shqiptarë, po edhe tjerë, mësuj të përbalonin. Bile edhe djalari tem në vitin e dytë të largu, nuk u këthyr vitin e dytë. Edhe shumë tjerë, prej 25 vetëm 7 e kem përfundu. 7, shqiptar, të Kosovës? Po ma shumë i nati, se nuk desha me shu, se theshim, ja kanë përjashtu, ja kanë si, ja sështë i zotin, sështë i aftë, tjerë për ushtërije, disa, kështu që u pësun atër dhe familja me mu, të në kohën, më kanë qenë shumë të, i përmalushëm kanë qenë për vendin, vishim shumë rallë për festat shtetërore, si e konë atëherë, vishim ka 2-3 ditë, vetëm në shpi, edhe një farë forma atëherë veç, unë e vendosa me metë, jo mu këty, nuk dërzohem, edhe kryva gjimnazë ushtarak, vitin e parë dytë pata metë edhe për vjeshtë, ja unë po gjithë, të thëmë na për vjeshtë, mesin, edhe e përfundova, dhe si atër u registrova në Akademin ushtarake, vazhdova Akademin poshtë në Beograd, 2 vite ishin vitet përgjithshme, dhe më thonë, në vitin e parë, përjetova ka qenë një aksident i rend trenau. Ne ishim duke shkuar në praktik Nohër, një grup i madhë, dikush Nohër, dikush shku për Macedoni. Edhe pa të ndodhë ndeshje e trenave, pa të vdek një numër i madhë i kadetve. Aty u denduam shumë, po si do të qofë atëre unë e hupa një vit, hupa isha edhe në VMA, kam pas problem me shqyqim, me nervët e pamurit. Kam lejt disa muj, prej mujt shtator dhe në shkurt. Ju ishin atë trenin që aksidentu? Po. Edhe andaj vazhdova me gjeneratën tjetër, në vitin e dytë. Edhe pas vitit të dytë, u duke që të zgjedh specializimin, edhe unë e zgjedh artillerin. Artilleria ishte shkolla artillerisë, ishte në Zarë të Kracisë, edhe vitin e 3 dhe 4 e kam përfundu me akademi. Pa modesti, po e thëmë, e kam përfundu si 3 krejt gjeneratën, mija kadetve, gjitha shkolla ushtarake, me 954 e kam përfundu akademin, bile dhe lindja se e kohë e ka bo një shkrim. Për mu, mendoj që ideja të herë kam qenë shqiptari që ka rritë mas shumë të një suksesin mas lartë prej kadetve. Dhe pas përfundimit akademisë, atër oficerët e ri në Togeret shpërndahër në për ishte Jugosllavi për kazerma ndryshme, garnizonet ndryshme. Por qendra shkollore ka drejtën t'i nalë këndon, atër mu më kanë nalë që të vazhdoj shërbimin si oficer. Natyrisht që në zjedhë në shta ata që janë më të suksesshëm na. Zakonisht asë ndodhë. Se dhe atër kom shërby në Zarë, Kracis, për 7 dhe vitin 91, vitin 91, rrita 91 kam arrit gradën e kapitenit, i shushtrim, kapiten i ri, edhe atër fillun tensionet, fillun...
Kur hyre për herë të parë në luftë në Kroaci? Në të njëjtën. Në fakt, çfarë ishte çaja ndjenja, çaja periudha ndërsa ato momentet kur ne ushtarak veç e shëja që po i vjen momenti. Po, unë e kam pas gjithmonë një farë bindje se do të sprovohem. Okay. Edhe këtu oficerëve të mi, kadetëve të ri, gjithmonë i kom sugjeru, kur më saron si mund të sprovohen si oficer. Këtë atë që e kemë mësu, do të vi koha, se jo vetë të tregojsh leadershipin pas, por mund të më ardhë koha që të tregojsh atër edhe fuqinë tonë, leadershipin tonë në luftë. E kam pas një ndjenë, gjithë. Kështu që, sidomos, unë do të këtë moment, e kam shumë të nguritur mendjen time, që më ka nimu shumë në karrierën time. Në vitin 81, kur ndodhen demonstratat këtu, ndryshoj situata shumë sa i përket neve shqiptarëve që ishim qoftë në shkollë, qoftë shërbim ushtarak, u bëm të dyshimt, u vunë për cilje tonë shërbimi sekret, apo shërbimi sigurimit shtetënor brenda ushtërisë, e u dushim të jemi shumë dvemenshëm, edhe disi kujdesshëm, po, sepse për pak sen, dhe më thonë, përfundojshën në Burg, apo kanë përfunduar dhe ma kësë njerëzit. Të njëjtën, pat një luhatje të madhe, u kompleksova edhe unë edhe shumë ne që ishim pjesë e ushtrisë, sepse ushtru dhuna këtu ndaj popullit tonë, ndaj studentëve, ndaj atyne protestuesve, dhe disi fillojt në vinte keq që mi thonë dikuj, që e ka studion, fillojt në vinte keq, mi thonë, jem ka studion në Akademi Ushtarake, të ishë Jugoslavisë. Patar një burë të nenë në shpi, edhe nuk vllazët e mi njike, po mus ka taku, se s'isha aty të shpija. Edhe mu tek u kujet, jo thashtë në shkollë, në qëfar shkollë, zesha me i të regu. Qashtë e më ka studiaj? Jashtë, Kosova e më ka studiaj, anek, nej. Insistoj ke me di që e më ka studiaj. Profesori, qolla mije. Po, edhe s'mujta po e thonë. Thashtë prit që reagimin e ti, s'fëm thot, le, mërë, kërëm shpirt, tha, shumë mirë, tha, shumë bravo të kofë. Tha, ma e men, vazhdo, mëso, tha, ki me vyt Kosovë. Ma e men atë që po të thonë. Ki me vyt Kosovë. Sa vetë jeni, që thash, jemi një 20, pak, tha. Pak koki, po. Edhe, dishim pëshera i shumë, edhe motiva i shumë, a njeri. Se ma tha sinqert, nga zemra, tha, mëso, edhe se kimi vy Kosovës. Edhe me qatë ndjenë, kom jetu, jam formu, edhe di kur, në të njëtën, veç u pase, ku po shkon, në Kroaci ishte e farë ma e shprehur, a e ndarja nga Jugoslavia, nga ushtëria, ushtëria, edhe ishte ushtëri Jugoslave, u në shërbim total të serbëve, të instrumenti Miloševićit i fuqishëm, edhe ishte pa përbalushme, nuk isha vetën asim njërë aty. Dhe fillun atër në ndryshimet demokratike edhe shqiptarët në Kroaci u reorganizun, me formun një vetë, Partia Demokratike shqiptarëve të Kroacisë u qujte. E u heqën nga një... Luftarë di që ka pos shumë, ka kanë luftu me. Dhe ishim tonë shqiptarët, ne ishim me bindjet plot që do të filloj lufta në Kosovë, u shpartalu Jugoslavia. Ta shumë momenti që ne ndahemi nga ky shtet, nga Serbia, edhe me të ndjenjë jemi inkuadru në ushtri kroate. Me jemi lajmëru si vullnetar. Po, vullnetar, në ushtri kroate, unë du të shërbej, duke pritur se fillun të ndërtohen edhe njësit e veçantat nga shqiptarët, po që të organizohemi, që një të organizume, të kthehemi në Kosovë. A kishe kontakte, a rrujshe kështu raport, a kishe shoqëni me oficer krat, me lidhjet që lidhjet nisën? Po, shumë oficer krat, që ishin kolegët mi, po thuj se meten në kazerë, apo në shkollat, vetëm oficer serbë. Dhe krat, gjithë dulen shqiptarë, jo serbë, gjithë dulen, kanë metë, disa, në Bosnjë se meten, po u pastru ushtëria, shumë shpejt. Edhe atëre, ne ndodhë, shqiptarët kryesisht shkojshin në Perëndim, apo vazhdojshin të jetojshin aty, apo unë e vendosa që të hinj. Ajo është puna jeme, është profesion imi, edhe du të hinj në ushtri kroate.
Edhe me njëherë, veç fillun, atër organizova, ma dhanë ma drejtu një quhet në ushtri, një bateri e MHz-ve. Okay. Është një njësit me 6 MHz, 120 mm, ashtu e kam fillu. Mandej fillun me ardhë sistemet e artillerisë treja, edhe si u nxajshim nga kazermat e ushtrisë, kur u blokojshim apo kur i mershim si atëherë u qushim gardë kombëtare e Kroacisë, edhe atë u duket i trajnojshim ushtarët e ri vullnetarët në përdorimin e atyre sistemet të artillerisë, se ai ishte profesionim. Unë jam qenë ekspert i çdo armë të artillerisë. Edhe atër filloj lufta e hapur. A e mon men betejën e parë? E maj men betejën e parë. Faktikisht nuk ka qenë betejë e parë, unë shkova në një pikë vrojtimi me pa ku në stacionu, se ata kur u heken prej Zare, u stacionun rreth Zare, ushtëria, se të kthehen atër me forcë në Zare, ta marrin Zare. Edhe ishte një vend quhet Murvica, në afërsitë të Zarës, shku me thjesht t'i zbulojmë ku janë, kishin qenë shumë afër, edhe ne pa pritna se vetëm na kanë hapë zjarë këndë e neve, kem pështu për mrekulli, ishim 5 veta, edhe atërë ne strehum pak, ishim në dritare një shpije, dhe deshte të në rrethojnë, po dyqysh u nxerëm edhe nga rrethimi dhe u tërhekem, po aty për herë po qatë ditë, e kam përjetu tamën për shkollët, për ushtrie, për një realiteti. Cila betejë në shta o konë në Kroaci që ju ka fërmësu, kështu të manë si edhe si ushtarak, edhe si komandantin e... Du të thëmë se në fillim luftës i humshim betejat. Betejat për vend, për pozicione, sepse një ushtrie tërë në sulmoj kë neve atë në fillim ishim si UÇK-ja janë, dhe më thonë djetë armatosën, rezistër të reshën, vullnetarë, pa organizum mirë, njës pa trajnum, rini që ishin lërmu vullnetarisht, e ata e përdonin këtë fuqin që e kishin, me tankse, me aeroplana, me kundrej një njësiti shumë të vogël, edhe i mershin vendet. A ka pas qëse entuziazmi të rinia, të mobilizimi në Kroaci? A ka pas entuziazm? Ka pas shumë. Fillimisht këtë ka qenë vullnetare. Vullnetare dhe dikon ka fundi vitit 91. Njësi vullnetar. Mandej e vendos bazat e mobilizimit, janë marrë evidencat e ish ushtrisë që kanë met, dhe më thonë për sekretariatet mbrojtjes, dhe janë mobilizu njësit të tëra. Po, dhe në vitin 90, në fund vitit 92 në Zare kem pas një operacion sulmus, një pikë strategjike mbi Zarë, ka qenë qytetin e Zarës, u quajte Križ, ata e kem marrë në kontroll, dhe pastaj në janar të vitit 93, ne kemi marrë iniciativen plotësisht, ka qenë operacioni Masenica, është një farë ngushtice e detit, kur ka qenë e blokume e ndarme veriu edhe jugu i Kroacisë pikrisht në atë pjesë, dhe për me shku prej Dalmacisë në Zagreb, u duke me shku me Traget. Ka qenë ndërpreme rruga, dhe ne me prej 21 janarit, atër kemi qenë në operacion sulmus, dhe mrena pak ditëve, e kemi shliru krejtat pjesë dhe o vendosë sot është ura e re, edhe kalohet asaj dhe gjithmonë në lidhën kujtimet me ato. Pastaj kanë fillu, prej ati momentit, më kurs kemi hup territor, vetëm kemi shku hap pas hapi, duke shliruar territorin e Kroacisë dhe në fund me operacionin Stuhia, po Luja, si e quajnë Kroat, e kemi shliruar tërë Kroaci. A ke pas momente ku ndoshta ose kontakti ose momenti par kur e ke humbë një ushtar në betejë
Edhe ndoshta në një moment ku u kon aq rrezik i madh sa ndoshta me humbë edhe betejën edhe me pas Thash betejat i kemi humbur, për shembull serbt viti i ri 91 në 92. Krishtinët katolike me 25, kurse ortodokse me 6-7, s'po di. 25 dhjetor, këto në janarën me 6 apo 7. Dhe u pat në nënshkruni marrëveshja në pushimit nga krishtinët dhe në krishtinje. Edhe disi atëre ende ka pas njerëz si besojshin pak hajse ushtria edhe pse na sulmojke, edhe pse na sakatojke, u paraqit ke si është ndërmjetësuese, është domethënë po eviton konfliktin ndërnacional me serbëve, kroatëve etj. Po edhe filloi pak nga pjesë e pushturat të Kroacisë ishte tërhekur popullata civile dhe vendosur në për ujëdhesa, në për vendet sigurta. Edhe ushtarët që ishin lypshin ditë lira që të shkojnë t'i presin krishtinët apo vitin e ri me familjet e tyre që ishin zhvendosur dikun. Kështu që metem ato ditë me shumë pak ushtarë në pozicione. Vetëm sot vëzhgoj. Pikërisht me 31 dhjetor ata e nisën sulm të hatashëm mbi 4 fshatra në rajonin e Zarës, ku ishte unë aty isha zëvendës komandant batalionit atëherë në atë kohë në detyrë. Po disi mbi ke bara mu ma shumë, se isha profesionist. Komandanti i batalionit ishte një autoritet, që ishte autoritet civil. Civil, po ishte shumë një autoritativ i ati rrethit. Ka qenë drejtori një kompanije të madhe. Edhe ata na sulmun me krejt ka patën. Edhe ne i shkaktuam shumë humbje. Ka marrë vetë pjesë në kundër sulme, që të mbrohet një vend ka qenë krejt popullata civile u mlodh në një vend quhet Novigrad. Vendosim që du ta presim natën që mos të hynë ata në Novigrad. I murën disa 3 fshatra tjera. Rreth Novigradit dhe ne deri mbrëmje nuk e mbrojtëm Novigrad. Gjatë mbrëmjes me anije, civilt i kemi evaku krejt me anije në mbrojtjen e territ. Dhe atëherë edhe ne si ushtaru do të detyruam që të tërhekemi, ne si jemi tërhek me anije, po jemi tërhek me kështu që e humbëm atë betejë, po kem humbë edhe shumë ushtar. Kem humbë civil asnjës se kem humbë, që është fati mirë, se e kem menaxhu mirë situatën, por ushtar patem humbë shumë. Çfarë dallimi ka në këto situata, në këto momente, kjo frika edhe personale, po edhe përgjegjësia. Përgjegjësia që ke në këtë rast edhe për mbrojtjen e civilëve, po njëkohësisht edhe për ushtarët. Cila dominon në situata të tilla? Përgjegjësia dominon, domethënë unë e kam pas shumë vështirë me tregu drejt, domethënë. Kam pas shumë vështirë sepse isha i huj. Isha shumë vështirë që të fitojsh besimin e ushtarëve të cilës i udhëheqe. Për shembull komanda e prore më caktoi detyrë, por ata ishin krejt luftarë të njëjtit rajon që njiheshin mes veti. Po. Edhe nuk ka pas mobilizuar ushtria ata konkret vullnetar, sikur na si UÇK si kemi qenë, domethënë në fillim ashtu ka qenë dhe e nisha një përgjegjësi të madhe, se jo gjithkush më besoi, edhe isha ish oficer që ata se do ishin fare ushtrin Jugoslave, shishin si ushtri okupatore, edhe isha ardhur pe atij komuniteti, më thonë, edhe isha shqiptar, nuk ma njike kush as babën, as nëun, as dajt, as prind, se dishin njerëz kush jam, se njerëz njohën njën pas familjes, ka vjen, kur s'kishin një mbjemën qeku. E kom pas situata ndryshme në këtë drejtim. A ke pas ndonjëherë rrezik, ose a ke rreziku ndonjëherë jetën personalisht në gatimin për me pushtu? Për me fitu besimin e tyre, për me kallëzu se hakikat jam unë në këtë punë, domethënë se kam për një karrierë, edhe e kam rreziku edhe jetën shumë herë. Për shembull, edhe gjithmonë para tyne me ta
kur s'kam thonë shkoni, po se ashtu është lufta e kërkojke, ata edhe nuk ishin shku pa mu. Sidomos viti 91, në fillim 92-s, kur ishin krejt vullnetar atëre të pa organizu me dhe asa duhet, po një që e kam vret, me herë që më ka bo për sypje dhe më ka shti që vërtet duhet ti një moj edhe ti e milion të si për një moj sa motivum kanë qenë, sa adhëtarve kanë, sa patriotar kanë qenë të gashëm gjithë me dekë për Kroaci. Kem pas shumë probleme njësë u lemrë, s'kishim armatim sa u lemrë, gjithë kur të keme hi, mu bo ushtarë, mi mbrojt vende vetë. Ka qenë një diçka për mu që se a thu mërë, jemi edhe na qështu kur të aristëna, a të dojmë edhe na qështu. Të rritë ke zemra kur i shishe. Edhe ja du, luftarët mirë, patriot shumë të mëdhej janë kratë. E shoh dhe sot, gati në vazhdimësi ka lajme të vinë për atje të ruajnë këto raportet me njerëz që kanë kontribuar atje me bashkëpunëtorë. Ishte kryetari i komunës, sa po zgjedhur, domethënë atër zgjedh të fitoj HDZ-a, një parti e djathtë, parti nacionaliste, si më thonë. Edhe po vjen kryetari, unë isha komand bataljoni në pjesën më të vështirë frontit. Edhe po më thanë, po vjen kryetari i komunës Zares na vizitu frontin. Edhe unë po japi raport në filmi se ushtarakisht zoti kryetar, bataljoni 4 ishte atëherë, kështu në pozicione, situata është në kontroll, edhe raporton Agim Qeku. Qyshta? Agim Qeku. A se dike e ideja? Ja, se dike. Se vedi shaj, se dike. Edhe, thot, pikatje ti, jam shqiptari Kosovës, ju ka këthy ati komandantit brigadës teme. Tha pëse tha, Marko e ka pasem, as kem pasë njeri tonë më qitë si komandant këto, a i shumë mirë gjitha zëti kryetar, tha Agimi është njeri janë, edhe Agimi është njeri janë, po. Shumë mirë. Atëhere, që shka lejke, koha në bëjsha njoftur në maj njoftur, apo dhe kështu për publike, për të, e kam me kënë taku për shqiptarë, ai kryetari, gjithë ju ka thonë, jam korrit me kurse edhe, çfarë gabimi i kom bëj, shalla ma ka falë, s'kom pas rast me taku, mo. Masi e fitut që të besim, ndoshta ju ka dasht edhe dy fesh më shumë se sa ushtarakët ose priste luftës tjertë. Me cët general kratë e keni fillu bashkëpunimi, keni pas kështu marrëdhënie më personale, më të afërta. Unë fillimisht me generalin Mirko Norac. Pas betejës jemi njoftu në betejën e Maslenisë e Premena për zhbllokimin e Ugrës. Edhe aty jemi njoftu dhe ai ka insistuar atëherë që unë të shkoj me në Gospiç, në një vend, një qytet në rajon e Likës, ku ka qenë situata shumë vështirë e frontit. Se serbet e kanë pasat planin Karlobag, Ogulin, Karlovac, qysh mi dak, dhe të cilën vit Kroacis mi marë. A për me rarën Karlobag, duhet mi marë Gospiçin. Atër letë bjen, e arrin qëllimin. Edhe, unë e mora urdhën që të postohëm në brigadën e u formu brigada gardiste profesionale, dhe më nga ushtarët e zgjedhur, ushtarët të ri, ushtri profesionale, jo vullnetare, jo rezervista, po edhe unë shkova të fillimisht si shefi artillerisë i asaj brigade, dhe nga ai moment deri fund të luftës nuk jemi nda me generalin Norac. Mirko Norac fatkesisht është dënu për krime lufte. Ai 11 vjet i ka marrë 13 ka qenë dënu pas lufte, normal dënu. Por kemi qenë edhe sot jemi miq shumë të afërt. Dhe bashkarisht atëherë në shtator të atij viti e kemi ndërmarrë operacionin Sulmus Gjepi me Dakut. Për 3-4 orë ne kemi shpartallu një brigadë tërë serbe dhe kemi shliru atë vend
në atë operacionin I plagos 2 edhe unë edhe ai, se kemi qenë bashkë në vinë e parë. Okay. Edhe kemi qenë jashtë rreshtit, ai pak maron ka qenë. Ai 2 muaj në 1 muaj e diçka, domethënë kemi qenë në spital. Dhe ai moment na ka lidh edhe më shumë, sepse I kam ndihmu në tërheqje. Domethënë Ishe I plagosur, ndërkohë e kam ndihmu edhe me shumë rreziqe, shumë vështirësi, po kemi shtu dyt. Kemi shtu edhe s'ma ka harru kur, asaj, as bashkëqytetarët e mi, kështu jemi miq shumë të afër edhe sot. Mandej e kem pas komandant generalin Gotovina, I njoftun këtu, ma I njoftun generalin numër 1, si më thonë, në Kroaci. Edhe sot kam raporte shumë të afërta me të. Edhe nuk ka general të Kroacisë se nuk kam raporte të mira, apo që s'kam pas raporte të mira me ta. Si fitohet besimi? Apo që nuk njihemi personalisht. Si fitohet besimi në këto nivele? A është pikërisht që kjo të trimnia dhe pikërisht kjo, guximi sa tregon veten në fakt. Edhe tash nivele më të larta, shkon edhe mençuria, leadershipi, është një situatë shumë e vështirë në planifikim, se ne pe nota të tërë gjithmonë kemi qenë iniciativë. Ne kemi kur të sulmon armiku ti gjinësh, nuk e kina I plan detajum. A kur ti shkon për shembull nesër në mëngjes në ora 6 fillon sulmi për shembull. Tash ti je ai si komandant, si sa kush ku ka më shku, kush çfarë detyre ka, kush ka në mbështet, kush planifikim strategjik, detaje. Edhe si tash është ndjen shumë eron kur ja prezanton planin ushtarëve, e din se disa prej tyre ju kanë mbetur edhe pak orë jetë. Pak orë jetë, dikush është e pamundur që mos të kemi viktima apo të vrama apo të plagosur. Dhe kur që më e rëndësishme atë s'është se sa misioni. Ti ushtaraku e ka detyrë me ardhur pe pikës A deri në pikën B. Qysh vjen, sa humb, ajo është e rëndësishme, po më e rëndësishme është se kim rrin pikën B. Edhe me 2 ushtarë vetëm që të flamurin ton aty, ti I e zoti asaj pike, që ajo njihet fatkeqësisht. Domthonë jetat e njerëzve në ushtri, në luftë janë numra. Sot në jetë normale ndodh një aksident trafiku, fatkeqësisht, ndoshta është me fatalitet, I del emri, I dalin të merremi po, në luftë thonë u vranë 5 ushtarë. U plagosën 10 tjerë. Domthonë kjo është një realitet I vrasht. Cila është përgjegjësia general në këto momente kur je drejtues, kur merr vendime strategjike? Shumë edhe ki barrën se të sajna që e thatë edhe jo, ndoshta këta ata njerëz që I komandon. Përgjegjësia shumë e ndaj tyne. Po. Por ka shumë rast, kam pas raste të tilla, për shembull ti e bën një plan, një operativ për një operacion sulmues, duhet t'ja prezantosh dikush ta miraton, por hierarki më lart. Ka ndodhur për shembull që nuk e pranoj në fillimisht. Ka ndodhur, kem pas rastin pikërisht për operacion në Luja. Po. Jemi shku në Zagreb me idenë tonë. Po. Na kanë thonë e prorë tonë, kjo nuk në rregull, gabim e keni, edhe unë personalisht me generalin Nora, kemi insistu me konë ashtu. Edhe kishim faktet, na ishim zot të ati terenit. Je ka pjesë e strategjisë të plani Uluja kur ka ndodhur aksioni? Po, patjetër, po. Edhe ma beteja që njihet prej më të famshme, është më herik. Përgjegjësia të rritet, pesha e përgjegjësisë shumë e rënë, kur ai thot, "Okej, bëni ashtu, doni çfarë po thu pra. Hajde, shkoni çashtu." Por, nëse s'del ashtu, ju e merrni përgjegjësinë. Okej. Nëse del gabim, atëre tjetër fjalë kemi, domethënë. Tash kishte më baton njëri që për mene emrin zgjedhe nëse s'del se arrin, zgjedhe drunin ku do të vjerë në konop. Ajo është to be or not to be. Je apo nuk je, domethënë.
Atëre kini përgjësi shumë të madhe, sidomos në betejat sulmuese fillimi është shumë i rëndë. Fillimi është shumë i rëndë me humbjet mëdha derisa atë vijen fortifikume të kalosh me minat shumëta para tyre, edhe ka shumë viktima, edhe shumë ngadalë shkon. Ngadalë shkon atë dikush të rinë kry, çka e po pretimo, pse s'po shkoni më shpejt, shpërthej mo vi, ja nisin me thirr ta pejzyre, në teren ta pejzyre thirrin, sa po pritni, pse ka dale, pse s'pesni më shpejt. Edhe ato momentet e para gjithmonë janë më të vështira. Viktimat më të mëdha ndodhin në momentet orë të para edhe mandej veç entuziazmi, sa ka rëndësisht kjo vullneti ose dëshira ose ajo që jepni kërkuj edhe vështirësive kur kërkuj si ka rënë men me hek dorë për asaj përpjekje, ja. Pa ma parasysh numri viktima, aja duhet më kry, ushtria është, pa thash, në luft, misioni është numër 1. Misioni, ki mision, detyrë, me arë në pikën B. Qa bën të unë se di, po ti dush me arë në pikën B. Edhe atërje i sukseshën. A ka qenë beteja ndoshta më e madhe juja te kjo te aksioni Ulluja që njihet, që është krenaria më e madhe e kroatëve, po edhe gjithë atyre që kanë qenë pjesë e luftës së. Ne jemi përgatitur gjatë për atë operacion, edhe kjo operacion ka ndodhur pasi genocidin Srebrenicë. Njëtin fat ka mujtë mi pasë edhe enklava e Bihaçit në Bosnjë, e cila u kufizoi me Kroacinë, po me Kroacinë të pjesën e pushtuar të Kroacisë. Edhe ne kem pa një për detyrë është ta deblokojmë Bihaçin. Ta shirojmë, krijojmë korridor mes Kroacisë, pjesës tjetër të Kroacisë edhe Bihaçit. E unë pikërisht kam qenë përgjegjës për çat drejtim. Edhe ka qenë, domethënë 68 vram e kemi pas këtë shumë plagosur, po. Ka qenë shumë e vështirë, po ja kemi dalë. Jemi taku me korpusi 5 që i ke ushtrisë bosnjake, edhe kemi kryer detyrën, po ka qenë betejë më e madhe, më e lavdishme. Fitoria më binse. A ka pas shumë shqiptar general që kanë luftu, që po ka pas, me mia. Me mia. Anë kanë Kroacisë po. Me Stipe Mesicin, presidentin kroat, raportet, kontakti parë, dhe që njoft me Mesicin jam njoft spari kur ka kandidu për president. Rasist. Në Zagreb, aje ka pas një fushat interesante, u qujke në kafe me presidentin. Po në zërë me njës në hotel Dubrovnik, në qendër të Zagrebit quhet, aje shkoj ka aty dhe qytetarët vishin ullshin, folshin strategji e mirë. Me te, kanë përdorur edhe Kosovën. Ka i kafe, normal, ai e sponsoroj kënë nga fushata e tina, po ka qenë simpatike. Edhe shkojmë, tash isha me këtimin, edhe atë shkojmë, edhe na tapim ka i kafe presidentin. Edhe shkumë, atë ju prezentova, e kishtë ndëgju, për mu, edhe pa u taku me te, ka ndëgju bile, sa kam qenë këtu, në luftën në Kosovë, është interesu shumë. është mik i madh shqiptarët. Edhe për atëherë se kem një apresi edhe sot, apresi shtafërt me të, kur kam qenë në detyra, sa se kam shku në Kroaci, e kam taku edhe zyrtarisht, sa ka qenë president, po edhe privatisht. Është një mik i madh i shqiptarëve, mik i madh i Kosovës, e kam shtetë kudo Kosovën, ka folë kudo për Kosovën, për në atë kohë, që duhet zgjidhja e vetme është pavarësia e Kosovës. Çfarë vlerësime konkrete keni marrë nga Kroacia për kontributin e juaj në luftë dhe a janë gjitha publike? Publike janë, publike. Si vitemen mundi me gjetë, ka marrë shumë, gjitha dekoratat e mundshme të luftës si kam, tjetha nga presidenti Franja Tuđman, asaj kohë kam statusin e veteranit dhe invalidit luftës në Kroaci, e gëzoj një respekt konsiderueshëm
nga shteti dhe nga qytetarët e Kroacisë, kështu që jam i mirë pritur shumë, jam shtetas i Kroacisë gjithashtu, edhe Kroacinë e shoh si vendin e dytë. Je modest të kjo pjesë, po atje gjithë shqiptarët që njohemi edhe ne që interesohemi ka pak me po historinë, ka herë duke që ma respekt e autoritet, ndoshta gëzojnë profile sigurisht që keni kontribu edhe shqiptarët Kosovës që kanë kontribu në luftën Kroacisë, sa ndoshta që po ja dim vlerën ne që jemi në Kosovë, e që jeni njerëz tanë. Edhe unë e kam atë përshtypje, po së du mi pranu. Ma mirë ka herë më së pranu, kur po është realitet i hidhër. General, po themi prej... kontribu Kroaci, Kroacia ma ka njoftë dhe ma ka respektu kontributin tem, 100%. Mirë, me gjithat lavdia, respekti dhe autoriteti atje e rujnë shumë me fanatizëm dhe ma shumë së ndoshta një pjesë e madhe këtu. Po kthehemi prej Kroacisë në Kosovë, transformimi i parë prej atje. Kur edhe në Kosovë çfarë ishte çuçi po e luftën betejën në Kosovë, edhe vendimi që me erdh, e thatë që për viteve të lehta e keni pas mendjen që ka me ardhur një ditë kur ju keni më dhënë kontribut edhe për Kosovë. Unë në janar të vitit 92, ishte lufta në Kroaci, edhe na kontaktun zyrtarët e qeverisë në ekzil. Edhe a jeni të gashëm. 92? Janar 92 ka qenë, kësë arroj. Me pyetja a jeni të gashëm që të vendosin në shërbim zgjidhimit të Kosovës. Edhe kanë më shkruar deklaratë, me shkrim kanë dhënë deklaratë si janë të gashëm. Po për asaj dite mos më ka thirrë kurkush. Deri në vitin 97, ndaj mas, por edhe ishte lufta në Kroaci, ishte në situata e tillë. E 97-ën atëre më kanë thirrë nga drejtuesit atëhershëm të UÇK-s, edhe që nga fundi vitit në 97, që nga atëherë ju kom zotu si... Kontakti parë, kush ju ka kontaktu, në kod direkt, kontakti parë ka qenë Adem Grabovci. Adem Grabovci? Po, Adem Grabovci një njihem familjarisht me familjen Grabovci, edhe përmes një vllau tim që është në Zvicër edhe sot, jemi kontaktu, atëherë jemi njoftu me Zotin Thaçi, Veseli, Zvet Halitin e shumë tjerë. Dhe për ati momentit ka qenë i zotum si janë pjesë e UÇK-s, janë pjesë e tyre, dhe kam qenë shumë i involvu në organizimin e luftës, në organizimin e ushtrisë, njësiteve, kam prodhu shumë materiale që ja kam dërgu, ja kam dhonë, çdo takim diçka ju japsha edhe jemi marrë vesh. Momenti parë kur e ardhi kur e bën pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Cili u kanë përshtypja e parë? A ishe i sigur që jënë përgatitur për luftë frontale? A ishe i sigur që... Ja, për luftë frontale, jo, ata e kam ditë, po se në gjëra që i kem prodhu, po të mune me bashkëpunëtor tjerë, me udhëheqësin e UÇK-s, ka qenë edhe strategji dhe doktrina e luftës. Edhe në këtë doktrinë të luftës ne kemi parapat 3 faza. Faza gerile fillimisht, grupet vogla të veprojnë kudo në Kosovë. Mandej kur përhapet lufta dhe kur masovizohet pak, shkojmë në fazën manovruese, i formojmë brigadat, zonat, brigadat, togjet, batalionon, i krijojmë mjesitë e veçanta, prap luftojmë nëpër zonat të siguruara, po krijojmë zona të lira dhe përgatitim për luftë frontale që ka ndodhur lufta në Koshare edhe shigjetan se ka shku gradualisht, po. Por une je marrë në Kosovë ku më kanë thonë momenti është. Mas Rambujes, kam qenë në Rambuje në ekipin këshillues të delegacionit të UÇK-s, si oficer i Kroacisë ende, jam shku, edhe atëre në tjera, une e kam pas në dorë planin Patkoj.
nga isha në pozit të artë ushtarakë, më takoj që zë mëngjes vikë një bilten informativ. Okej. Inteligencës. Po. Edhe e presjellë sa çdo ditë, edhe ata e presjellsin situatën në Kosovë dhe në UÇK në tjerë dhe kisha njohuri edhe nga ky burim. Edhe e kam ditur se Serbia nuk do ta pranoj asnjë plan paqe, asnjë marrëveshje, dhe sepse e ka ndërtu planin që qersin e Kosovës ta zgjedh me luftë, ta spastroj. Plani patkoja që është para pa me i debu krejt shqiptarët me i debu, po. Prej Kosovë. Që jo ma shumë shqiptarët e fshasë, pjesës rurale, s'ku kontrollohen ma vështirë. Për në qytete, kanë mujtë i kontrollojnë se i kanë afër, kanë mujtë i kontrollojnë. Kështu që po për i pjesës rurale gjithë. Dhe e kam ditë si do të ndodhë lufta ma e ashpër deri atëherë. Edhe atëherë kam vendosë jo marrë Kosovë përmes kufinit, rrugëve ilegale, bjeshkëve me borë shumë, me ngricat shumë ta, edhe takimi parë, kam pas delt, frikë kam pas, mos për ndodhë diçka pa hinë Kosovë. Mas po më ndodhë diçka në Kufija, apo në Shqipëria, në Macedonia, dikun, pa hinë Kosovë. Po sa jem hinë Kosovë, sa jem taku me ushtarët e parë të UÇK-s, edhe ushtari parë në Kosovë që jem taku me UÇK-s është Rufki Suma. Që Rufki Suma? Po, Rufki Suma, ish kryetari i Hranit e Lezit, edhe atër mu ka ikë zdo frikë, atër s'kom pas kur farë, frikë, çka do të ndodhë, se në luftë, kur gjë ma afën se vdeken se ki, tonë, gjithët, jo veç njërë caktun, po gjithë. Atër jom një shumë mirë, jom një përmbushur, e kom pas andër, une më pyte pare, sa kom marrë deklarata, kom marrë shumë, po nuk jam burë me to shumë. E ndrejsha që ti marrë në një dhe për luftën, për popullin tim, ato jenë të mira, jenë të misardha, jenë të vlefshme, po vlerësojnë, po se kom kry misionin. Kena një farë entuziazmi gjithë na me ushtarak. Thesha ishala, kam jetë, ma mbrejnë ymri, edhe veshi uniformen e popullit tim, e dhellë tim, edhe e marrë ndoshta e meritoj, ndoshta edhe një dekoratë edhe prej vendit tim. Edhe ma mbrejnë ymri, deshti i Zotit, edhe erdha, edhe fitova, edhe kam edhe dekorata të Kosovës, por shumë ke kontribuar në shtetin ndërkombëtare. Çu balancohet ky idealizmi me realitetin brutal të luftës? Në që fuqia e guximit një luftari, ati idealit që duhet me dhënë jetën për vend me qatë brutalitetin e luftës, me vrasjet, me rrezikun që e ke... Jenë qatë film, do më s'ki tjetër obligim, qatë punë një, sikur një automekanik, si merë një makinë, mindrejza, vetë në qatarës, aty ndodhen, jenë, që ajo është mira e jetës në luft. Mira e jetës është ajo. është një përditshmëri që ndezhosh u vran 5, u vran 3, e hupëm këtë pikë, e murëm këtë pikë, këto e lajmet ditore, për shembull. Unë e di kur e ka marrë lajmin për masakrën në fshatin tem, që në mesin e tyre është edhe Agja dhe baba jem, masakrën e Qyshkut. Normal që është tristuse, por nuk ma... Ai lajmi është i tristus, i rëmë, por nuk ta hup orientimin nga pjesa e luftës, nga përgjegjësia ndaj ushtarëve të cilët i komandon, kështu që është njeri prej lajmeve, ndoshta më i vështirë personalisht, por njeri prej lajmeve që i merrshim çdo ditë. Cilën kujton kështu momentin më të rënd të luftës në Kosovë? Ndoshta që ka ose në betejë drejt për drejt ose në humbje ndaj ushtari që ka pas momente të rënda shumë, se që s'kam qef mi kujtu se në luftë ki momente, situata që vdekja është e dëshirueshme. Në qëtë që je
të lashtet të mëdha, mundimet të mëdha, në lodhet të mëdha, atin ka s'ki rrugdalje, je i rëthum, apo shka po di une, ka herë njeri e të shërë në vdekin e stesi shpetim. A ke pasit moment? Ka pas kësi moment. A mund është me ndame neve, ku kanë konkretisht në Në Krasi kam pas ma shumë kësi, se situata tila, po në Kosovë, situatat më të fësira janë kur i sheh civilt, për shembull, unë kam shtabin përgjithësi kam pas në bjeshtë e Berishës, fshatin Divjak. Nga gjitha anët janë strehu qytetarët. Fshati Divjak, për shembull, është ai pjesë e fshatrave Divjak, Novosel, Berish, janë ndoshta vetëm kur koma e serbit nuk ka shkel. Që ka pas më shumë të popullsi civile. Po kanë pas 50.000 është civil. Nënën kanë qenë shumë mirë të organizuar. Po sa shkoi kjo lufta vazhdoi kë, ata usoshin rezervat. Njerëzit nga uria edhe nuk u strehojshin, po delshin, eshin në për territor të lirë, humshin ditën, vishin të njësit tona, a ka diçka për moshqyja, po diçka situata jashtë. Barët dëfisht, edhe me rujt frontin e sigurinë e tyne dhe... Sidomos 8 ditë të fundit ne kemi pas ofanzivë, se atë kur ka vendosur Milošević mu dorëzu, ka dashur ta përfundoj luftën pa u çeken, mos të jetë faktor ta shkatroj që në kokë. Edhe ka qenë, kemi pas shumë gjujtje artillerike, shumë një sulm pa parë, domethënë, edhe civilt u godishin, ka pas viktima shumë, edhe mbrana civilëve. A kun që kjo nështë beteja marron në Kosovë, ose aja sfida ma e madhe që ke pas? Po, konë, që ato ditë e fundit, konë beteja sepse ata patën vendosë që dorëzohen, por jo, mos të ketë u që ke. Pjesa e vetme që ata nuk e kontrollonin, edhe se dishin që aty është edhe shtabi i përgjithshëm, aty ishte në institucione tjera, si Kosova Lirë, Kosova Presi, po ishin krejtë, edhe ata thashin si me marrin atë me pika dhe të institucioneve, shtabit përgjithshëm. Në fakt edhe është përbën të që ke. Kështë s'ka mund që ke. Edhe ka qenë dy të fëstira. Atër kanë qenë edhe mungesë municioneve, rezervave ndryshme, kur gjomë nuk hiken në Kosovë. Vesi delshin u shpraste Kosova, me dhunë, normal u shpraste nga civil. Nuk mund kemi marrë as municion, as armatim, as njeri, as përforcim në Kosovë. Që ato ditë e fundit ka qenë vërtet ditë matrona ndoshta për Kosovën. A ka në betej general që sot e analizon ndryshe? Që ndoshta analizon ndryshe, ndoshta sot kishe vepru më ndryshe sa që është vepru në ato moment. Ku kam pasur në rast të planifikoj, kisha vepru njëjtë. Ka pas beteja që s'kam qenë drejt për drejt i involvum, dhe më thonë, aty, dhe ndoshta me pa qenë une përgjegjës në atë kohë ndryshe këshin vepru. I analizoj, po s'punimi përmente. Entuziazmin vullnetin, na kemi pas fatmirësisht Kosova ka pas djemë dhe vajza shumë zëtë që në rështu krau që kësë për i ditëve të para. Po nëse bojmë një krasim do shta edhe me kratë. Qështu ka dokë që kjo dëshira ndashta dhe që kjo vullneti në Kosovë për mi u bashku që këtë? Të ushtartë, ndoshta edhe më e theksuar se të kratë, të ushtartë. Okej. Po, por ushtartë nuk e kishin atë mbështetjen çfarë e kishte ushtria kroate. Ushtria kroate në Kroaci popullsia, qytetarët në masin jo vetëm popullsia, politika, ekonomia, estrada, arti, sporti, çdo gjë ishte në funksion të luftës, çdo gjë ishte në mbështetje të ushtrisë. Këtu të ne jo çdo kush e shike luftën tonë si luftë vetën, dhe jo se cili e shike u qeken edhe si ushtrit tina. Se di kush janë, shka janë, edhe në murën qafë, ka pas kësi komente edhe kësi mendime fatkeqësisht ka pas në Kosovë. Qëta kam dëgjune prej një
vendasit tim, po ashtu që ka marrë pjesë në luftë, që e thëjke, kur ka arë në luftë, thëjke atje edhe i moshuari 80 vjet, 90 vjet, u ka i gatshëm me u sakrifikuar me Allah vjetën se cilët që ju ke drejtu në krasi. Lufta UÇK-s është unike. Luftari UÇK-s është unik për nga morali, për nga vendosmëria, për nga gatishmëria për me dek për këtë vend. Janë domethënë edhe sot kur unë i kom pa ushtatë, i kom komanduar, kom shefi i shtabit përgjithshëm, kur i kom pa se sa janë të gatshëm, por sa mungesat mëdha kanë. Vullneti hekur, mirë po jo dhe... 95 kur jem në operacion historia, unë kam pas me topa gjitha kalibra, me obuza, me na ju thojmë Webera, kalibrit mëdhaj, me tankse, me kret. Edhe peja sa i lufte, unë edhe prapë u ktheva në 91 në krahasi, edhe në ushtar me një pushkë në krah, me një uniforma ndryshe, me pak fishek, por vendosën, sa të ka, sa që me qakom, me që ata du me dek për këtë vend. Edhe tashti kur ishe, këtë armatimi që shohin në Kosovë, në krahasi është armë aeroplana armatimi. Po, është armë me mauna, me slepera, në Kosovë, kretë në krah të ushtarëve tonë. Para mendo, ushtarët tonë janë dalë, kanë kalu kufinin me 100.000 rreziqe. Civil me dur në gjepa, marrë ato. Jo marrë për veti, por janë kthyer me armatime edhe për tjerë. Për tjerë, edhe ajo nuk ka shembull, ma vendosmëri, ma patriotizëm se aja nuk ka. Se ushtari vetë armatoset, vetë organizohet, vetë lajmërohet. S'ka pas mobilizim të na, ka pas veç vullnetar. Edhe një luft me një armik 100 herë ma të fuqishëm, ma të organizuar, ma të përgatitur, me pas atë guxim. Është e paparë. Po, është e paparë. Tashti e dim si jo të gjithë e kanë mbështet atëherë. Po që ata si se kanë mbështet, edhe jo të gjithë janë prek nga lufta drejt për drejt në Kosovë. Po pikrisht që ata tash sot mundohen me... Do shtë përshtalë për marrin si të mirëshen, për general. Me ndërsu që kanë, me shau që kanë, me gënjë për u që kanë, sepse se kanë një vetën, se kanë, ja ka prish rahatin u që këja, shumë kush ka pas rahati para lufte, shumë, jo gjithë, po ka pas stil, populli janë ka zeni pushtum, po ka pas stil se ako rahat. Ka pas komoditetin e kohë. Po, ako. Krasis ka pas stil. Asnjë. Po du me insistu prap të një moment më ironi emocional që e ke përjetu. Qovë Krasi që të shofë në Kosovë. Në është ta moment ku edhe sot kur e kujton të emocionon edhe... Unë shpesh i mendoj, edhe mas lufte i kam analizë, i kam 4 momente, shumë vështira, 2 në Karaci, 2 në Kosovë, por nuk i foli, kom bobe kur kuj se të regoj, edhe ato jetojnë me mu, po e kanë qenë momente jashtëzakonisht vështira. Nuk janë për opinion, se janë të mija. Po. E konë qash vështira sa s'du mi do me kërkon, as me fëmijët mija, as me kërkon. Unë e vlerësoj shumë. Kjo është ndoshta pjesa e krenarisë e asajna që ju identifikon njerëz që kanë sakrifikuar dhe kanë jetën e tyre kanë qenë në shërbim të Dheut, por sot nuk flasin, po tash po insistoj shumë për shkak se sikur po ka nevojë m'ia kujtu plot njerëz. Jo ndoshta gjenerata të reja, po gjenerata t'juja që e kanë jetu këtë kohë, po ndoshta që e kanë pas komoditetin edhe nuk janë përballuar me sfidat. E kujtoj ditën e parë kur ka marrë në fshatin tim. 9 vjet s'kam pas kontakte kur fare me familjen time. Tash e një familje madhe, familje ngushtë. Edhe kur ka marrë, mas e u kryin bisedimet për transformime, mas shkoj t'i shoh. E kam habit rrugën.
Jem shku gati kur jemi hinë pe, e kom pasi, se në hymjet pesë, fatë të qysh, e kom pasi e kom habit. Ndërkohë më ka vdek në ona, mandej më vra baba në luft, shpia, kret tim, kallë ta kret, edhe kur jemi hinë më shatë, njën erën, edhe ajo pamja, kur si gjeta prind aty, si shakon që më në vjetë ndërkohë, ishin martu vlazit e motrat e aty në për kushërina e mi kretë në qek, në qysh jetojmë bashkë një pjesë këtë fshatit. Edhe këtë do një gjerat e re, ishin rritë do, si janë konë fëmi, kur i majnë menë, akon një ditë pak u mërzita shumë, po edhe atër i sarë vlazin të mi. E kem pagu një smim, thash pej sodit fillën jetë a re, Kosova re, krejt to do t'i dërtojnë, shpia tona, po Kosovën, kryt për pjetë, edhe ta mendojmë një tarme më të mirë. Po ka qenë shumë interesant, kur këtë kështë ndryshu, gjatë 3 mujve të luftës, s'ka pas fare levizje, a kom pranvera, rrugët e mbyllura, nga therat, nga ishin rritë bari, kur që e punume, një farë situate thu që e marrë zdikun. Këm pas një ndjenë përzime. Edhe u mërzita, por edhe që u gëzoha, ma në fund erda në shatin tim, shpit teme, kur e pava shpin ku kam linë, bo me rafsh, kulmi i kalun ato trend, trame, mungesa prindve, po lufta i ka tila. Emocion, dhimbje, krenari në shtalët të ditë, një lojt triumfi. Hyrjen e natës, general, se përjetut momentin kur hyni nata, cila ka qenë raporti i juj me generalin Jackson, edhe qëshin konë qëto sfidat e ditëve të para, se ka njerë kur e kujtojmë ose kur e lexojmë prej asaj pjesë të historisë është ka qenë ditë trona të vështira. Në fillim të fushatës natës, nuk kemi pas, unë si shef i shtabit, po vole për veti, komunikim drejt për drejt. Ashtu dhe hona fazat e luftës natës, bombardimet, tani kam sëria dhe... Po, ka fundi i vitit, ka fundi i luftës, një muj para se më përfundu lufta, më ka marrë dikush në telefon, për jo hezve tanë të qëkës, ka thënë që thirë qëky, nga një kolonel britanez, nga shtabi i natës në Kumanov, edhe prej sodit rinë kontakt me ta, bashkëpunon me ta. Edhe më ka thirë atë natë, na jem kontë që vazhdimisht drejt për drejt lidhur me unë personalisht shtabi jam, oficer të mi me shtabin e Jackson. Pej marrëveshjes të Kumanovës? Para, gjatë lufte. Maj, ka qenë kjo. Edhe për ati momenti kem pas komunikim dhe drejt për drejt. Për shembull, një shembull konkret, këto ditë të fundit të luftës, në ofrun tankset serbe, në fshatin Tërpez, të Varezat, Tërpez, ka qenë një pyll, bukur i dendur, edhe nga aty, tankset na godishin, po u mshefshin, hishin, me ju këtheshin mas, e shishin si pak pasër, ata hapshin zjarë. Nga një vend Smonica quhet pak më poshtë, atë ku kthehet rruga për Tërpez, minahesat, artilleria ka qenë. Nga Knej, në Kovçi, kanë qenë me Weber, në Tanaon, edhe mas shumë të ja kishin frikën tankësë, s'kishin mjete për mi prit, për post pushke, për kamësërit, se kishin vërdët. Edhe i thirëm, e dërgova koordinatat NATO-s, ku janë, ku në sëllmun, edhe së janë bo maksimum 20 minuta, hajtë gjysore, janë alë, djavi, janë goditën, cash. Edhe goditën, mu ko duhet me godit. Tim, flak, qëtësi, mas gjysore, ndihmat e shpejt aty në, edhe është një moment ku vërtet drejt për drejt na kanë ndihmu. A na ishim të nëbërisht edhe shishim me sy, u shike ajo krejt ajo situatë. Me përjetu këtë moment prej një lufte ku e ke pas vesh një Kalashnikov. Po, tash me natën, momenti maj
i lumtur për mu. Gjatë edhe në Karaci, edhe këto në luftë, ka qenë takimi me ekipin e partë NATO-s kur ka zbrit kërështarën shtab përgjithshëm Divjak. Po, kanë qenë oficer të forca speciale britaneze, edhe major ka qenë me grad, me disa oficer tjepa e kryesori. Na thanë neve nga shtabi i Gjeksonit që zgjedhen një vend ku mund të zbret helikopteri, në afërsi shtabit, çona i koordinatat, edhe dheznin një zjem, jo fort të madh, një zjem ku do të hala forca serbe ishin rreth neve. Po edhe na dulem mi prit, u gëzum si po vinë, prit, as nuk ndëgjeshim as helikopter, as gjë. Qa ka bëhet, edhe nuk ishim shtab, po ishim bashkë në atë livallën ku i prishim. Edhe tash, na shqiptarë që presim musafirin, normalisht ishim bona, ishim përgadit, mi prit që shumë as mirë. Kur nga dhe lidhe për shtabit, po më thirrin, kanë ardhur, hajde në shtab se kanë ardhur oficer të na. Serdhen pikën ku e? Ja, serdha, ku e në ardhur, qysh e në ardhur, nëse di, veç e në ardhur drejt në bord shtabit. Strategji e ty në përsa mas me... Momenti kur jam përshëndet në atë majorin, kur ja kom dhonë dorën major, oficerit NATO-s, në Divjak, ajo për mu ka qenë mission accomplished. Misioni jam përfundoj. Ashkeri NATO në Kosovë, ushiru Kosova. Qaj moment është që e ndisht lirin e... Tamam, e përjetum si loja përfundoj. Doja, kushtimisht që thojmë shumë. Saktu, arrit qaja që u konë kjo është momenti ma preks për mu, dhe ma i lumturi për mu, kur konstaton u kry detyra, u kry lufta. A u konsideru edhe përfundimi i luftës, edhe një lloj, një fazë ndoshta e rrezikshme e këtij kalimit, se tani patëm edhe do situata të tjera, hyrja e rusëve, tensione në Në për këto situata kom kalu dhe kam qenë jo spektator, po akter. Kanë qenë situatat papërshme, do nga një gëzimi të prum, do ka pas atë goditje, jo rost, jo problemet, jo kërkesa për demilitarizim të menihershëm, jo dorëzoni armët, municionit, njësive të NATO-s ku t'i shihni, adin ju du një më shku në shpi, rezultat 2024 e thot këta kërkon, atë edhe filloj me sjanim shijen fitores, sepse u okupum kret me këto ta situata të reja, me transformim, me fillon në ardhë njërë pa kontrolu me refugjat të këthy. Ata në njërë pa kontrolu me ushtarët të shku në fshat vetë me këqyrë, ajo ka ardhë familja, e kanë shpijat halan në koma, një farë situatë, kënej tensionet politike për demilitarizim, për bisedat disa ditore të vazhdushme, ka 24 orë, po thuj se, me natën, dhe disi prap hymë probleme tjera, po prap në probleme. Situatë ku duhet me menagju edhe emocionet edhe masat edhe njerë që me... Unë po në qysh këtem, ndoshta mas 25-tin, 26-tin qershor, s'kam pas kohë më shumë për para. Keni dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, e ndoshta unë e kanë herë edhe fancionona me mënyrën se qyshu menagju edhe kjo pjesa e ditë e para pas shlirimit, ku njerëz që të mbushur me mlef, njerëz që me sakrificat mëdha, me njerëz të humbur nëpër betejë. Është frika nga kaosi, frika nga hakmarrja. Përgjegjësia e juaj që unë mendoj që është ndoshta mrekullia e dytë mas asaj organizimit të luftës të Gojrilës. Mrekullia e dytë ndoshta që kemi kaluar që të fazë, si themi pa asnjë pasojë të mëdha ose trazira ose ndoshta edhe asaj që ju kanë tutë edhe Bashkia Ndërkombëtare që me pas hakmarrje në periudhën e kësaj lëvizje derisa tërheq forcat serbe dhe u po që kthimi i njerëzve me entuziazmin e madh të fitores. Shpesh e mendoj këto edhe zoti i çon do njerëz në momentin e duhur, në kohën e duhur, mund gjetë aty. Mendoj që kanë qenë situata vështira, pa pritura, pa
menduara se do të ndodhë bashkë ashtu. Edhe s'kam thënë si shpesh kam thonë sa mirë se jo më një prej tyne këtu në këto procese. Pa modesti, po e thonë ja se vlerësoj për një kontribut madh që ke dhënë për këtë pjesë. Po unë mendoj se edhe në menaxhimin e situata ndryshme, sidomos në transformim, se situata ka qenë shumë e vështirë, edhe njënon e fitum luftën, presim që NATO do të na doj, do të na fuqizoj, do të na ndihmoj, edhe për e herë NATO thonë, ju në shpe, tashti më konfrontu me NATO-n, qytetarë, as një mbështetje se kështë e marrë të qytetarët. Mu dërzu kretë, që po thot NATO, i traton ushtarë tu. Edhe ka qenë një situatë jashtëzakonisht e vështirë, delikate, një presion i madh mbi neve, mbi mua dhe mbi neve si ishim udhëhec, dhe ne me gjatë negociatat shumëta, gjata, mundimshme, e nxerrem që po, do të demilitarizohem, po do të transformohem. Fjala transformim kur kënë së konë. Ja, veç demilitarizim, qërmatim, demilitarizim. Edhe shpërberje. To 3 fjallë janë konë, edhe në rezolutë, edhe na me argumentet ndryshme, me garanca ndryshme, se këtë do t'jetë rregull. Unë ju garantoj, ne ju garantojmë si s'ka me pas revanshizm, s'ka me pas, kështu na do të kthehemi në ndërtimin e një strukture tashti standardet NATO, strukturën e ndiri, prej bazave fillestare etj, me shumë argumente ja dulem. Bashkia ndërkombëtare pranoi këtë fakt, edhe atër vazhdova dhe si komandanti të me këta, une premtimi se u kësha unë se do t'a bëj një strukturë tillë, do t'a udhëheci unë vetë, e marrë përgjegjësinë vetë, edhe ja dulem, të me ka ja dul institucioni i vetën, puro kosovar, shqiptar, dhe më thonë, edhe ishte institucioni me besëshmëri më të lartë në vend, unë si komandant kam qenë me vitet të tëra një prej më të vlerësume këtu si figurë publike, edhe mendoj që e kemi bërë një punë jashtëzakonisht mirë na si Zoti Gjeku, drejtues me kësë. A do të ishte mjaftueshme ndoshta viktimat, masakrat, kapitullimi i Serbisë, bombardimit e NATO-s, a do të ishin këto të mjaftueshme që na të jemi sot këtu ku jemi, të kemi shtetin, të kemi pavarësinë, sikur në qëtë fazën e dytë mos të ishin njerëz e duhur në vendin e duhur, ndoshta me balla ato kompromise, po me pas edhe këtë vizion çfarë keni pasur në atë kohë. A ka pas rrezik që vetëm në mos të ishte menaxhu kështu, sot ndoshta na prej bashkisë ndërkombëtare nuk kishim pas këtë mbështetje që na bashkisë ndërkombëtare kurse kishim pas këtë mbështetje, me s'pa ka pushkën në vetë. E vërtet. Do njerëz trima, do njerëz mirë e kanë pas pushkën, kur ki njerëz që nga se me luftu, atër me s'pa pas njerëz që në të luftu në Kosovë, unë s'kisha pas ku me ardhë. Unë kur s'marë merita ma shumë se sa ata njerëz që e kanë fillu luftën, kur që më dalë para njerëzve se i kom gjetë këtu. Unë i kom gjetë ta njerëz këtu. Edhe kur nuk lirisë, gjithçka kishte qenë njëjtë pa një grup njerëzve që e kanë fillu këtë punë, që e kanë formu këtë ushtri. Edhe ata janë më meritorët, atër tjetë një si une, si prej diasporës, në farë formë e marrë prej jashtë Kosovë në Kosovë. Kom pas të kush marrë, kom pas të kush më lemru, kom pas kuj më ju bashku. Pa u që kënë, gjithçka edhe sot e këshim pas njëjtë. Shumë e vërtet. Po, une, kur filloj lufta në Ukrainë, jo, 2 ditë, 3 ditë, që Putini e ka pas ndërmen të marrë Ukrainën, të marrë Kievin, Harkivin, 2 qendrat kryesore, shpatallot ushtria dhe Ukraina bëhet Rusi. E kam ditë dhe kam thonë, qofse Ukraina reziston çdo 3-4 ditë, edhe i deshton çaj plan, Ukraina ka më fitu luftën. Pse? Sepse bashkia ndërkombëtare
nuk e ndihmon ditën e parë. Po të lenë mi pa a ki për i me. A e donë për i me liftu të Serbin na, për shembull, apo Sa? Ukraina-Rusin. E kur ta shesi e ki për i me, je i vendosëm, me pak forca, atë të vinë mbështetje. Se kanë kuj milionat e mbështetje, kanë ku mi qumë mbështetjen e tyre. Po e shesi dikush e ka për i me, me liftu Serbin. Atëherë edhe vjen mbështetja. Kështu që kjo mbështetje, si Sharl, na ke pasë mbështetje deklarative, një simpati. Po që kjo faza e dytë, para uçekës, nëse shumë edhe kompromiset kërën bo, qarmatosja e UÇK-s nuk u konë procesi lehtë, e thate, përmendet që është në momente shumë të vështira, shumë trona, ku ju si komandant general du të me bindë dhe ushtarët me qarmatos. Një triumf aq i madh i një popullit ton, mandej hinë për do procese. Mirë për që aty e përdorë kështu me një term, në së cilin proces, pavarësisht që është do kompromis, pavarësisht që u kanë negociatat të mëdha trona me ndërkombëtar, është lënë nga një vegës që sot Kosova me qenë këtu ku është. Që sot Kosova me pas shtetin e pavarur, sot me pas këtë mbështetje. Që kjo a ka pas rrezik që nëse nuk ishin kanë ju, do njerëz që një ka me një vizion shumë më të lartë se sa nështë që ka kuptu qytetari i rëndomt, kishë mujtë me rreziku këtë. Asë njerë nuk mund me kry punën vetë. Një njeri për shembull hedh një ide, e argumenton. Për shembull, lideri dhe menaxheri, leadership dhe menaxhmenti dallojnë. Lideri tregon për shembull ku më pështet shkallën. Tjerë janë ata që çish me hip shkallëve për pjetë. Kështu që unë kur gjonë se asnjë sukses nuk ja atribuoj vetës, po ekipit me cilën kanë punu. Ekipit që më kanë besu dhe më kanë përkrah. Parë komandë të zona, që kanë qenë atër bashkëpunëtorët në shtab përgjithshëm, që i kanë besu, nështë rrugës që unë po i thomë që duhet me ecë. Kanë pas besim në këtë drejtim. Dhe mendoj se nuk kom gabu askun në këtë drejtim, o dalë këtë, bile ka erë kur së isha me vetë komandant të mi, ma përmenin, u mundesha me javë shpjegu, me javë argumentu, e shisha se disa për tyne s'për kuptojnë gabimisht, apo se kanë kuptojnë që e më ka thonë. Adi shka e thesha fund. O ves një gom një mu bre. Lem në ndërë të apse, mi kom në dalë. Edhe në theshe, o ves një gom një mu, se e shihni si ka me dalë mirë. Në fillimit, që do ke punë e mirë, punë e mesme, punë e mundshme, si e mundë mi kry, pa unë gjithmonë e kom da me ta. Për shembull në teme kë e kom paformu këshillin për marrjen e vendimeve strategjike. Ashtu e quajtur. Çdo vendim që ka ndikim strategjik, jo kanë gjithë komandantë të zonave pjesë e këtij këshilli. Unë kryesues normal, edhe unë e kom pas iniciativën, sa duhet me po edhe i kam bërë ton pjesë e atij vendimi, por edhe përgjegjës për zbatimin ati vendimi që fara kemi marrë. Kështu që asgjë kur s'kom bërë në kryt veti, apo vetë. Edhe nuk ja atriboj meritat veç vetës. Por njerëzve me cilët kam punu dhe me cilët ja kom dalë. Do të qeku, intervista mund me zgjat me ortona, po du me kalu dhe të disa pyetje, keni qenë edhe kryeministër i Kosovës, për me orë dhe të kjo që jemi sot. Jeni listë me AAK-n, me Ramush Haradinajn me një 2 nëndër, numrin e partisë e me numrin 10 si kandidat. Shumë mirë për ndryshe ide, shumë kreative. Pse vendoset me u kthyll njerë politikës? Për një periudhë gjatë e pam që u largut, kështu nuk keni marrë me jetë aktive politike. Jem largu sepse pse emisioni kishte gjatë, intervista më gjatë, sepse kam kalu sa gjëra, dhe kam mendu si s'ka nevojë për mu Kosova, janë të ri gjeneratët të reja, edhe me ide të reja, etj. Por nga dëshira apo pendimi obligim, zotër Qeku, me kanë kështu ma konkret? Obligim. Karriera sime nuk i mungon kur gjë. Nuk jam hi këtu për një post thjesht për një
post deputeti. Se jam konë, edhe Personalisht je i unë jam i përmbushur, përmbushur, edhe si njeri, edhe si profesionist, por edhe si person. I kom arrit majet, domethënë, në karrierë ushtarake, çau mujt më arrit, i kam arrit. Gradën më të lartë, në lufta, pjesëmarrës, lufta fitus, fitimtar, si është ondër, çdo ushtaraku, ata kam arrit. Në politikë jam konë kryeministër, jam konë ministër, jam konë deputet, çka di. Thjesht Ka dhënë kontribut edhe në politik deri në shkallën e parësisë. Kam dhënë shumë më shumë se sa e tham, dhe shumë më shumë se sa dikush e vlerëson. Unë e kam thonë në politikë edhe në jetë përgjithësi, e kam thonë një herë, unë e kam pas qasi fati, si shpesh jam hyp në dardhë, i kom shku në dardhët, po dikush tjetër i ka hongër, unë jo asnjë. Po dikush tjetër, dardhët se unë i kom shku. Se asi pos për mu më nënësio kuj puna, a kom kry una, i merit une personale, s'ka bo për shtypje kur. Na ushtarakt, Ju në dobi të vendit. na ushtarakt e ndim të keqen, si po vjen, apo rrezikun, para tjerëve. Dhe e kom po, si Kosova, A jena në qëtë moment? po, jena që në moment, e kom po si, së ka shkon mirë, së ka shkon ku duhet, nuk është më vend i dashën, vend simpatik nga partner ndërkombëtar, së ka prodhon lajme të mira, jemi në sankcionet që kemi qenë deri dje, po na blokohen disa iniciativa që e fuqizojnë partneritetin, aleancën tonë me... Po ma ikin të rritë. Po dhe, e kështu që i kom pa da sana si njeri jashtë politike si s'po pëlqejnë, nuk po shkojnë mirë. Edhe shpeshem ka që me pakon që aty ble kisha sëqeru, e kisha thonë se kisha lonë, kisha ndiku me së ndodhë që shtu. Dhe këto e në sanë që më kanë shti, që jemi në situatë të keqe, atëre, situatat vështira kërkojnë leadership të fort, kërkojnë burështet as tamon, kërkojnë njeri që merë vendime dhe gjithmonë në çdo vendime ka mend interesin e Kosovës, jo të vetin. Nuk janë populista, apo janë aja Shtrabosh Haradinaj. Edhe unë e kam vendos masvarit të hinë. Kjo është arsyeja, pse jeni përveç me... Kjo është, po. Ja, unë me Ramushin e kam mik prej luftë, bashkë kemi konë luftë, bashkë në proceset, në gjitha bashkë kemi konë. Po, kjo është arsyeja, du me konë në pozit me ndiku në zhvillime pozitive. Du me konë krahë Ramushit, se e di si Ramushi i ljeviz gjanat për para, i ljeviz drejt, në drejtimin e duhur, e ka një mision në mbi veti që e ka marë, që në radhë parë e ka prioritet sigurinë e vendit, sigurimin e Kosovës, Kosova në NATO, e të kërë e sigur, ta në mos mi bo, a kërë e sigur, gjithë kërë vjen të te, edhe me investu, edhe me vizitu, edhe me punu me ty. Të që aja është që une e kam pa, ashtu e kam pa Ramushën dhe ekipin e ti, dhe për atë arsy jam shumë krenar që jam radhitur pas Ramush, jam hinë resht me Ramushin, edhe jam në atë lojë jam numri 10. Numri 10 është i mirë, dhe Mesi e ka po. Patjetër. Natyrisht, edhe nuk kam fare dyshim që do të jesh edhe deputeti i kuvendit. Në pjesën sos ke qenë i përfshin direkt në politikë. Çka konsideron që është pasojë e këtij devijimi, nëse mund ta themi kështu, ose nëse i referohemi edhe deklaratat juaja, apo edhe të Ramushit që ndoshta ka qenë më i zëshmi në krejt këto 4-5 vite si pjesë opozitës. Unë i analizoj gjanat mirë. Për shembull, për marrë një shembull se përmendem, përfundim luftës. Presidenti Clinton, kur e ka vizitu Kosovën, e ka thonë në fjali që ka orientu mu krejtësisht ndryshe nga një ushtarak, nga një luftar, nga një si jëm rrit në për lufta, në për shabëdi une vërsilësi, tha, bashk e fitum luftën. E ka thonë bashk, dhe më thonë NATO dhe na, UÇK-ja. Edhe tha, tani ju vetë duhet ta fitoni paqen. Po. Se ka kuptu gjithë kush këtu.
E na ka thonë, ju bashkë fitum, tash të urnëni, ju fiton e paqen. Ne ende s'mujtemi fitu paqen, sidomos në raport me Serbët e Veriut, me Serbinë e tjerë. Mendoj se mi pa kuptu këtë që të drejtit. Për shembull, me herë kom fillu të me kënë të bëj multietnike, se kërkohë ajo, i marrë disa, e di kur i kom pru, Serbët e pari kom vesh në uniform tanë kosovare, më ka sha shumë kush, me none, me babe, me kretë, s'mu ishë një pranu. Po thjesht, të me pas një vizion, si e ka marrë si mision veti, unë du më kontribu që na ta fitojmë pasën. Na, edhe e dyta, gjithmonë e kom pas si mësim, në luft, çfarë do lufte je ka e bon, duhet me qenë mizor në aspektin, mi përdor gjitha mjetët me fitu luftën, por në pas, duhet me qenë zemërgjer. Kom prit këtu përna që zotnia që është kriministër në isteritetin, e murë besimin e shumicës popullit. Fitoj. Por kur fitoj, nuk qeverisi me mentalitet fitus. Nuk u sjell si fitimtar. Se fitimtari është zemërgjer, është unifikus, është bashkëpunus, është mirënjohës për punën atyre përpara që e kanë bo. Thjesht e pas një arogancë, një ignorancë, një gjuhë konfliktuoze me tjertë, me partnerët ndërkombëtar, kishe shoj peune. Si që se punën bashkë me partnerët, aleat, të kompromisi du të më gjithë. Pa ka që me pak mbizotru që kjo logjikë në çdo proceset që kanë kalu. U izolu Kosova, u zbem shtetja për Kosovën, sa njohje e patëm, si rarë men kuj me në njoftë mo. A rrezikohen themelet e shtetit, general, me politikat gabune që mund me ndosë? Po, rrezikohet më shëndru në shtet dështum. Shtetit dështum, po mund me ndodhë. A jemi në qatë fazë, a kemi ardhe e që kjo fete... Thash, e kemë nuk atë këtë rrezik, nuk jemi qatë fazë. Shqyri kemi zjedhet, thash, dhe me nisitetit duhet të adorojmë qatë fazë, po mas nisitetit ndryshën situata, jam shumë i bindën. Që na, s'ka kur që ma kesë se shtetit dështum. Që merë shemë në Afganistanit. Në Afganistan, NATO shkoj me këtë forca, s'ku në misionë ndryshme. E formoj shtetin e rritë të Afganistanit, e formoj një demokraci, e formoj forcat armatosët të Afganistanit, investun miliarda, investun jeta njerëzve. Dhe në fund, e panë si s'ka pështim këtu. Ta sënë zëtë me pas shtet, asë se kuptojnë as demokracin, as regullat e demokracisë, e së shkojnë shpina, lejtë bëjnë shka dojnë. Edhe Serbia pikërisht tash e ka që strategji. Strategjia e Serbisë, qysh më këthujnë Kosovë, është që Kosovën të bëj shtet të dështu. Kosovën të bëj shtet jo funksional. Edhe një ditë, Amerika të heket nga Kosova. Qysh o hek për Afganistanit, një ditë heket. Kur heket Amerika për Kosovë, apo ndalon shtetin për Kosovën, si intereson më Kosova, e atër ne bohem gjahilet për Serbinë. Ta ka e dëshërënaj. Edhe që di që është nësë spikuptojnë, du të e bëtë që mos mi fuqizu Kosovën, më fuqizu aliancat tona, me konë Kosova e mirë pritur gjithkun, me na njoht e tjere. Na e më shu, mere me populizëm. Ke besu që 26 vite mas përfundimit luftës, mas saj bështeti që në dhanë këtë mirë tërkëmtar, vjen një moment ku për një mej shumë në qëtë bështeti. Moment. Këtë këtë politikësi, po të o bo këtu, o bo me populizëm, me fjalë bukura, premtimet mëdha, krejt me qëllim me fitu vota mi mujtë të vllazët e vetë, parti tjera, ajo minimu Kosovën. E shka, e kom thoni, prapë e thonë, s'ka shembull në histori si një njeri o hinë histori për shkak se ka fitu shumë vota. Në histori hinë edhe mbesin veç ata si kanë kriju vepra, si dojnë pas vetit vepra, si shihen, si i sheh, edhe kjo gjenerat atarme i shohen. Që këtu është i mentalitet qeveris, kreti për mu i pa pritur, i pa pranushëm, edhe për atë arsy. Që shpërjeton që
patriotizmin, se si themi këtë ky 4-5 vjeçar na shkoi me të themi me dobeteja në Veriq atje ku po I thurën edhe këngë lavdije, trimërie, Kjo është mashtrimi, manipulimi, manipulon njerëzit. Qysh I ka manipulu Serbia, I ka mashtru Serb të Veriut, edhe Serb don tjerë, I ka po diqysh për veti, me I besu, me shpresu atje. Edhe këto me këto metoda, po thuj se njohura për lider autokrat, me jau, që thojmë në populli, me jau shpërla trunin, apo ne po thojmë jau pushtu trunin. Edhe njerëz po manipulohen lehtë, po I besojnë premtime lehtë, po besojnë diçka fjalëve të bukura, si thurin në vargje, tingëllojnë bukur si vjersha, e tjerë, që sa I meqen. Që kjo është edhe baba. Të krejt, aja ka qëllimin me konë baba I kombit, jo veç Kosovë, por në Macedoni mu vetaj, në Shqipni, aty bashkë s'pe I kalën në Shqipni shumë, fatmirësisht, por në Macedoni ka kalu. Mundet me prodhu Kosova situatë tillë ku nështë dikush që I ka hup momentin historik, mundet me u shëndru në që si idoli, në si miti që ndoshta me kallëzu, me la vepra mrapa. Kujda që jo konë pushtet, ju kanë thurë kongë, edhe I kanë ngritë përmendore, ka ardhë koha si ato përmendore janë rënu, me një mlef shumë të madha e tyne, mene, ndas Enver-Hoxha, ndas Tite, ndas... Sa konga kënu për Enver-Hoxha, sa përmendore, është ardhë koha kur s'ka njerës s'ka mujtë mi pa mu, njerëve gjallë, njeri sa të gjallë ka mundësi me gabu. Ka mundësi me gabu. Edhe nuk duhet ju thurim kongë, as lavde, as se po është pishmon një ditë. Se ajtë sinë me bu pishmon, me punë të tina, se ka hala ko për me bo gabime. Kështu që është shumë e ullë me thur kongë, se kur aja kongë nuk ishtë thur, apo nuk ishtë këndu pa miratimin e tina. Jo, I shkej pranishëm ku? Pa, ishte I pranishëm, ata është pjesë fushatës, I strategjisë tyre. Aq ma tepër një tekstin I kongë, një personazhi që s'korrespondon, heq as me kohën e sotshme as me ajo thjesht personalitetin e Kurtit. Din si dikuj ka manipulon, e din si dikush e ka pa atë grep. Edhe voton ato. E din, në vend si minimu si njerëz me kuptu që janë vlerat vërteta, me shku pas vlerat vërteta, me u kthy vlerat vërteta. Ajo tallavaja aty me ngritje tip autoriteti që nuk është në fakt autoritet. Zotë Qeku, a konsideron mungesë dije që të qeverisje të Kurtit apo e qëllimshme? Unë nuk du me besu se është e qëllimshme. Është narcisoide, është e menon vetën, se menon shumë veç mu me konë fjalla baba po ka zënë kretë. Edhe a I ka dasht mi qujt njerëz baba, me konë baba I kombit, baba I këtij vendit. Su që për lavdin e vetë, për atë krimin e mitit të krimin e mitit tina, sepse është I kuq, që të mentalitet e ka të qeverisis, të leadershipit, edhe kështu që nuk mendoj si është e bën me qëllim, nuk mendoj si ka shqiptarë që do mi dëmtu Kosovën real, se ka mision me dëmtu Kosovën. Po me këto veprime nuk po e kupton si o ka zmraps Kosovën, e ka lëviz Kosovën nga binarja ku ka onis Kosova, edhe në cilat është duke ecë përpara. Kështu që mendoj se këtu ka ndikuar shumë të njerëz që të manipulohen njerëzit, I kanë besu fjalëve ti të bukura, I kanë e panë si kur gjithë s'la qetë, në 28 në zgjedhjet, hadët të nxejnë, me qa kalon, çfarë projekti kalon Albin Kurti mas vetë. Keni epizod në veri, po ajo u anullu, erdhen të zotnit kryetarët e tyne, edhe po thuj se u kësujnë në pikë në zero. Në pikë në zero. Qeku, që kjo narrativ, për thoni, është edhe e vërtetune kjo që për një me është ju në manipulu masat, ju në manipulu një kategori të cilën edhe vetë Albin Kurti në 2016-17 atë strategjinë e tina se që është me rritë
lëvizjen e ka thënë që është duhet na ti targetojmë ata që janë rreth 45% analfabet funksional. Mirë, por çka narrativ është ndërtu tash e 15 vite. Pjesa më shumti që ndoshta më lëndon e diskutoj shpesh është sulmet që në bën në disa pika ose kjo narracioni që është ndërtu u shkatërru Kosova, komandantat e UÇK-s janë keqe aktivani. A ka pru që kjo që të shëshni në to nivele të përqarjes, ku sot një pjesë e madhe kësaj shoqënie janë verbu, edhe nuk e shohin që ato që ka qenë realitet, jo i para 100 vjetë, po i para 25-30 vite. Ka arrit që ta ndaj popullin. Po, kështë. Unë me dhe si dobin matë që ja ka bo, e ka nda shoqëninë tonë na edhe ata. Ata kanë rënu, ata kanë vjedhë, ata s'kanë punu, ata e mbo milionera, na jemi paqë, jemi pastër në çdo aspekt, na e dojnë të mirë në Kosovë, se veç na mundëm i që Kosovën për para, e patën rastin, 6 vjetë të marrë me ta, edhe asë gjë nuk boni. Qa boni, krijoj shumë mendje të pushtuara, i mashtrej njerëzit, i mashtrej me i besu. Tani ne kemi një problem, se kemi një luftë shumë të vështirë me zhvillu. Po edhe të këta që kanë votu dhe... Me normalizu shoqërinë në qëtë gjykimin që e kanë kriju. Unë e thamë se ma shumë e vështirë është lufta për sqirimin e mendjeve të pushtuara, se sa lufta për sqirimin e territoreve të pushtuara. Na kemi mendjet pushtuara janë serbë të Kosovës. Kjo luftë zgjat shumë. Janë të pushtuara nga Serbia, janë pushtuara sepse ata serbë të Kosovës janë të i pritë të shkuarën, më këthy e shkuara. Ata po presin me më këthy ajo që s'kthehet kur. Janë mendje pushtuar, e ne duhet punojmë, të luftojmë për sqirimin e këtyre mendjeve pushtuara. Jo me simbolik, jo veç me simbolik. Simbolika është e rëndësishme, por shumë e rëndësishme substanca. Ti e qetë një flamur, e marrë një kohë, por qofse s'ki substancë, s'mund të mi marrë për gjithë kohën. Ajta hek, ta peshkërën e qetë, aje hek, edhe merësh, kresisht merësh, ajo veç simbolik është, nuk ka substancë. Kështë që, nda duhet edhe tunë në Kosovë, ta kuptojnë njerëz të jenë të lirë të mendojnë, të shprehen, demokracia, mos të jenë gjithmonë besnik një koncepti për një adhurus një njeri, pa që ka bon ai. Unë shpesh hasin njerëz thonë, ja valla, unë që aty jam prej fillimit edhe unë kam respekt për ty e për ata, po se ndrojë në kur. Pse në demokracia, për që ta bon zjedhës do 4 vjetë. Këqyre pak, kush qysh po heq, sa po bën, sa po len pas veti, sa po ma përmirëson jetën, sa po ma letëson jetën, apo është në kratimin, apo në kurriztimin ka qeveri. Kështë që duhet mendojnë njerëz ma të sirohen nga kjo mendje e rëbruar gradualisht. Sot e gjeko kemi zgjatë një intervistë rreth 2 orë. Për fond, mesazhi juaj, jemi në fushat, dheqi i listës takës. Si mesazhi juaj për trit, për çta njerëz ndoshta për çto mendje të manipuluara e për krejt qytetarët e Republikës të Kosovës. Mendoni, para se të shkruajnë të kutia votimit, mendoni për tarmën, mendoni për Kosovën, votoni, propozimi im është edhe dëshira ime, votoni numrin 129 aleancën për Armeninë Kosovës Ramush Haradinaj, edhe votoni listën e tij ka më të mirën, listë tyne, edhe votoni ndër tjerët edhe rreshin e AKS që jam unë. Dhe mendoj që e meritoj, mendoj që muj me kontribu, mendoj që di se si të kontribuoj, kam edhe di edhe mundësi dhe kam hala potencial me koni dobishëm për vendin. Mendoj që edhe i duhesh Kosovës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit për jush. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri e cila Shumë fort dikush që vjen spital thotë i poshtë Disse pranjes le finanza nuk e don as partia e vet. Unë na qëndin Komorana jo punë e modha, më Me kanë Abdullah Hotin në një parti të që nga 2014.